Shpjek ashtu si që duhet, krokant, me atë ngjyrën e bukur. Të dashur ndjekës, po na vjen ditët e Bajramit dhe unë kam mendu me bë një ëmbëlsirë si do që t'jenë kushtet. Kam menu dhe për ato që s'kan dhe për ato që kanë. Këtu kam marrë 500 gram miell, bëhet shumë mirë dhe me peta të gatshme, andaj hedh ashti 2 verdhat e vezës. Kryp, se gjithë brumra don kryp, pak vaj, 2-3 lugë gjelle, ja, vaj gjelle, që të bëhet brumi i shkrifët duhet patjetër të përdorni vajin, edhe uji është, masyrit unë kam marrë për gjysmë kile rreth 250 ml, po të det do të ashtoj prap, tu e pa e tu e bë, ja. Tash e zej një brum të zakonshëm, kam plot faqe në gatimet e mia me zënjen e brumit, po me që ishte diçka si tip baklavaje, po baklavaj let, menova me e bë me 2 të verdh veze. Pitët e gatshme janë shumë më të mira, me thonë të drejtën. Mire ka rinia dhe njerëzit qashu, marro punë për 10 minuta, pa i thuj me një stime. Qa t'i bëjmë është ditë e veçantë dhe duhet ta bëjmë. Jam hëngri 300 ml ujë në gjysmë kile miell. Tash i duhet punohet mirë. Ashti brumi është gati, e bëj me kuleç, që të rrinë gjysmore, më japi dorë, ashti është në rregull. Vej tavës i pikë ynyr, që të mos nisin kuleqët, jo shumë, me që nuk do bëhen më pak se një kokër veze. Ja. Ja dhe kuleqët i bona, janë 20 kuleq, do me thënë 10 peta, se gjithmonë kuleqkat bëhen dyshe. Për të gjitha llojet e dredhanikëve dhe të baklavave, më pëlqejnë më shumë kur bëhen dyshe dhe të japin dorë dhe del një pet e hollë dhe e plot. Tash ti i mbuloj mirë. Ti mbuloj me një këtë pecetën e trash, të lagur mirë, sigurisht, e i lej 20 minuta. Marë 250 gram arra, 150 gram biskot, ja kjo lloj biskote, që mos të ketë shumë vanilje, kjo nuk ka fare vanilje dhe është biskot e fortë. Ka marrë një lugë e gjysëm gjelle me sheqer për t'i bashku kanellë. Ose më pëlqen kjo recetë kur e bëj me biskote, du dhe me pak shijen e kanellës që t'i japi një aromë shumë të shijshme edhe shumë të këndshme. Këto dyja mund t'a bëni dhe me bukë të bluar, i kena pas bëne përpara. Ja, kjo ishte dhe mbushja. Filloj me hapjen e petve. Do t'i kap me marifet, me thonë të drejtën se kam frikë se më thahem. Ja, me Terezi. Marë 300 gram një seshte. Do t'a bëj me një seshte, se dihet që është si tip baklavaje. E fuze kulaqin tjetër. Ha pak maklaj. Gjithmonë këto të poshtme, që ndodhen poshtë e peta e poshtme, dalin pak më të vogla dhe i hap edhe pak që të barazohen. Ja. Janë dhe pak më të lakta mrena, kanë lak shtin.
Po unë gjithmonë ja bëj marifetin, e kthej mrapsh, ja doli. Në pjesët që i ka kap një seshtja gjithmonë do punojnë. Këta shiktoj ly pak me voj. Nuk është e thënë që ta boni dhe me t'lyn, ja unë me voj po i bëj. Të del peta shumë e shkrifët. I ha pak me mozat e gishtave. Jo gjithmonë ke cepat shumë se del nga klaj. Bashkoj dhe pjesën tjetër. Tash i hudhi qik një seshte. Tash i hajde bismillah. Zoti na ndihmov gjithve me shnet. Kaq nuk do t'i hap më të mdoja. Ja, sa e hodhë shpeta, duket lulja nga poshtë. Është perfekte. Tashti do t'i marrë dhe do t'i hudhë në mbulesën e bukës që kam nga dhoma, nëse këtu është shumë vapë dhe ato më thahen dhe prap do t'i muloj sipër me një mbules tjetër, që të mos më thahen, të paktën të arrike gjysma që t'i shtroj, se të shkon dëm puna. Me petat kam marru punë. Tashti merrem, këtu kam 250 gram t'lyn dhe 50 gram voj. Gjithmonë për këto lloj dredhanik është omëlsina, do me thënë. Tek omëlsina gjithmonë do hedhem plus t'lyni, do hudhim edhe një mas me voj që të dali sa më i shkrifët dhe më e mirë ëmbëlsira që do përgatisim. I përzi dhe e ly tavën për të hedhë rolet që do përgatis. E kam dafërsisht 10 racione, e shifni dhe vetë, që të di se ku janë, mos ngelet në një bosh. Petën dhe vendos në këtë picet. Para vetës, se peta aty do përthyhet, nuk do rikë kështu si qështë. Tashti e ly mirë me t'lyn. Edhe ato petët e gatshme, dun pa tjetër të lagen mirë, ato dun më pak ynyrë, kuptohet, po kjo është petë dore, e thith më shumë. Tashti këtë petën marrë dhe e kthej kështu, e ly dhe këtë. Këtë masën që e kam lënë. Ja. Tashti marrë dhe e kthej në fillim me dorë, pastaj me anë të picetës e rrotulloj. Ja. Pjesa e poshtme do ulet poshtë. Ja. Marrë dhe e pres tashti. Duke bëj dhe duke e pre, që ta kemi më kollaj. Tashti vazhdoj me petën tjetër. Edhe dredhanikun e marrova. Janë tha pak petët, po prap do t'i zbusit lyni. Atë baklava e pranon shumë petën e thatë. E bën shumë të shkrifët. Kështu që është në rregull. Sobën e kam ndez, fura duhet jetë me 170-180 gradë. Do furë të para pregatitur më përpara, ku duhet hej shpejt, rreth 30-35 minuta. Ja, këtë të fundit s'po e hedh. Bollësh. Tashti e kam gati për ta fut në furrë. Amikun e nxora. Aromën e ka shumë të mirë, i përzi me gjalpin. Ka marrë një erë fantastike edhe kuzhina ime. Tashti merr dhe i hedh e mas me gota. 2 gota. 3 gota e gjysëm. Do t'i hedh dhe 3 gota ujë. Do me thënë 3 gjysëm sheqer dhe 3 gota ujë. Tashi të zinë 5-6 minuta mbas valës së parë, që të filloj të lidhet sheqeri me ujin. Tashi që mori valë, unë do t'a lej me orë në dorë dhe 7-8 minuta, dhe në 10 minuta lejohet. Tu kam limontos, mund t'a bëni dhe me limon, që ajo ndodhet në shtëpi.
po unë përdor metodat e hershme, edhe do t'i hedh një majluge me limantos. Pas 10 minutave, tash t'i marrë dhe e fik zjarin, ti ka mbaru, aromë nuk i hodha as vanilje, se i hodha kanelën mrena dhe s'du t'a rëndoj. Tash i marrë dhe shërbetos. Kjo është e vakët, ndërsa kjo është e nxehtë. E lën 3-4 minuta, heq në zjarri, pastaj merr dhe shërbetos. Do rri disa orë, si puna e baklavas, po jo sot e me nesër, po të paktën 4-5 orë sa të pi gjithë shërbetin dhe të bëhet ashtu siç duhet. Kaq, këto duhet të notojmë, jo mos e muloni, lejeni kështu se qullosen. Ja, do t'i lesh kështu siç janë. Pastaj vej letrën që poqa, rreth çerekore, mos më shumë, edhe pastaj do t'i vej një letër kalt. Ja dhe dredhaniku, e kam përvlu, po nuk e kam lënë shumë, rreth 1 orë e gjysmë, që e ka pi pak shërbetin. Ka nevojë që të zbutet akoma më shumë, megjithse është bërë shumë mirë, se ky lloj dredhaniku duhet jetë pak krokant, të piqet ashtu siç duhet dhe të shkrihet të tretet në gojë. Për mua është bërë shumë perfekt dhe na gjet gëzuar dhe Bajramin. Inshallah t'jemi me shnet e me marsi dhe i omël kështu siç kam gatuar këtë omëlsinë, plot me sherbet.